Kjo që tha Kurti sot, më në pashtë se sa me lehtësi tenton të me relativizu këtë problemin, dhe më thonë këto problemet që i kemi me shtetet marrëdhëniet, me shtetet e bashkuara të Amerikës. I kemi marrëdhënie shumë kurse kemi pas më të mira, i kemi shkëlqyshme, një fjalor që absolutisht tash nuk e di sa mundet me ndiku kjo në opinion, është edhe indikon në opinion, po nuk janë të vërteta. Domethënë kur më keq punë me shtetet e bashkuara të Amerikës, se sa në kohën e qeverisjes Kurti nuk i kemi pas. Është koha kur ne kemi edhe sanksione, që vetëm s'ka qenë pa paramendueshme në herë që Kosova me hyn sanksione për shtetet e bashkuara të Amerikës, e ky sot tentoj me relativizu këtë farë problemi se demek fondet si kem për shkak se ato fonde Usaidi u mshel, po jo, nuk është ashtu, domethënë ajo absolutisht është e vërtetë që tha Kurti. Usaidi, po, domethënë kjo ka të bëjë me kryesisht me këto që tha Fidani, ka të bëjë me çështjen e veriut. Domethënë ato veprimet që i ka bë Kurti në veri, të cilat shtetet e bashkuara të Amerikës i kanë pas vrejtjet e veta, ky si ka përfill vrejtjet e amerikanëve dhe ajo që kema me rëndësi e po është dikun ke edhe pyetja për asociacionin në fakt. Ai Kurti e pranoi, edhe është mirë nështë ajo edhe me dalë se plot kur i dëgjon këta përkras të tij, thonë se ka pranuar asociacion, ai tha po, unë e kam pranuar tha marrëveshjen. Por tha ata nuk e kanë në shumë. Po prap lun, është mirë.